Nëse shumë fermerë mbjellin grurin për tregtim, ndryshe ndodh me fermerin Latif Flata nga fshati Burimi i Njësës Administrative Maqellar në Bashkinë Tibër. Latifi shprehet se grurin e mbjell prej disa vitesh vetëm për familjen e tij, pasi nuk ka siguri në cilësinë e miellit të importit. Prej më shumë se 8 vitesh ai prodhon grurin e tij dhe e konsumon, duke mos bler asgjë nga tregu vendas. Këtë vit ka kultivuar 2 dyny me gjys tokë me grur dhe shpreson të marrë deri në 14 kuintal prodhim. Po vitin e prodhim grunin deri sa ka hi demokracia, prodhim grun, bëjmë bukë shtëpi. Po si tashim grun, e qenë fabrik, e bëjmë mill, e në millin e marim shpaj. Po ka që 7-8 vjet, ma ka bilum, po 7-8 vjet që nuk ble grunun, e bëjmë në shpaj, tokën time. Vallai nuk e di, unë nuk kam marrë njëherë në atë lloj gruni, a hin, apo nuk hin, nuk di që vallai nuk. Po ditëri me gjimë, bëne ke 3-14 kuintal. Latifi është i vetëdijshëm që kostoja e shërbimeve është e barabartë me koston e prodhimit që merr, por e rëndësishme sipas tij është se konsumon bukë nga gruri sigur që del nga toka që ai e kultivon. Problemi i përbashkët për të gjithë fermerët janë kostot e larta të proceseve bujqësore që tekajrojnë vlerën e prodhimeve. Shpëndësimat pjesë ka shku gati ke 5-600.000 lekë për ditëri me gjimë. Jo pleni, jo punimet, jo tërma, jo të pashtë, mi fjallë ka shu, ke 5-600.000 lekë. Po këto një kuintal grunë është 50.000 lekë. Mi fjallë, po që kështë ta blesh në pazarë, 50.000 lekë. Dherë dalim, vetëm njafton që është bukatoa, po kështu me shpenzime dalim zero. Jo, për bojqësisë, kemi asë një lloj ishë, asë një lloj nime, asë një fije letre cigare, nuk kemi, nga shteti jo. Po, si kur të më edhe gjithë kjo, po më edhe gjithë fosha mashlarës, ma në dibrën me bukë. Këtë dibrën e manë, po të më edhe të fosha mashlarës, grunë, po bereqete qërtë ketë, e manë. Ama nuk më edhe të ujë s'ka, punëtar s'ka, ta ka, nafta, shtrenda është, që e punon me zëtarë, me një shtrend, nuk ka. Mi fjallë, shumë gjë e shtrend, nuk mundën, mi fjallë, nuk ka. Si fermeri Latif Flata janë disa në zonën e Maqellarës që kultivojnë grur për ta konsumuar gradualisht me familjen në vend që ta blenë mielin të gatshëm në treg.